Vrasja e Ilaria Sulës e tuesit hedhin poshtë deklaratën e autorit, gjaku gjet në çdo dhomë të shtëpisë. Mark Samson dyshohet se e vrau Ilaria Sulën me thik duke e goditur disa herë dhe njollat e gjakut janë identifikuar në përdhomat e shtëpisë. Disa njolla gjaku janë parë në muret e korridorit të banesës në Via Homs 8 në Rom, në lagjen afrikane ku ndodhi krimi, kështu thot raporti i ekspertizës mjeko-ligjore. Sipas hetimit, vrasja ka ndodhur mbrëmjen e 25 marsit dhe jo mëngjesin e datës 26, siç deklaroi autori dyshuar. Trupi i studentes 22 vjeçare u gjet më vonë natën e 2 prillit në një shpat malit në komunën Kapranica, Prenestina. Policia mjeko-ligjore gjeti sasi të madhe gjaku të dushit dhe në lavamanët e tualetit dhe të kuzhinës. Gjurmë gjaku janë gjetur edhe tek furçat e dyshemes, tek disa doreza apo tek doreza e derës së përparme të makinës së Samsonit. Në 26 mars, Mark Samson bleu produkte pastrimi në një dyqan mallra shtëpiake dhe detergjentësh dhe këtë e konfirmon edhe një faturë lëshuar nga dyqani që është afër shtëpisë. TG.com